Hollywood në kaos, djali John Travoltës biologjikisht i lidhur me familjen Presley. Hollywood është ronditur nga një zbulim bombastik lidhur me Ben Travolta, djalin e John Travolta dhe Kelly Preston. Në një padi gjyqësore, Bridget Cruz, ish bashkëpunëtorja e Priscilla Presley, pretendon se Ben, tani 15 vjeç, nuk është biologjikisht fëmijë i çiftit, por i familjes Presley. Si pas padis, John dhe Kelly përdorën vezët e Riley Cook, vajzës Liza Maria Presley, për të sjellë në jetë Benin. Pretendohet se Riley ka pranuar një Jaguar të vjetër dhe një pagesë prej $10-20,000 për këtë marrëveshje. Kurse thot se Kelly kishte probleme shëndetësore që e pengonin të lindte dhe se çifti nuk dëshironte të përdorte vezë me historik abuzimi. Mesazhet e përfshira në dokumenta zbulojnë se Ben është referuar si djali më i bukur i Priscillas, duke shtuar intrigën në rrethin e famshëm. Michael Lakewood, ish bashkëshorti i Liza Marie, ka përdorur këtë informacion për përfitime financiare, duke pretenduar se ndodhej në gjendje të keqe dhe që John duhet ta përdorte këtë informat për të mbrojtur karrierën e tij pas akuzave për sulm seksual. Avokatët e Priscilla Presley thonë se padia është e pabazuar dhe shumë poshtë moralisht, ndërsa pala tjetër insiston se qëllimi i saj është të zbulojë të vërtetën dhe të vendosë drejtësi. Ky zbulim ka shkaktuar një reagim të fuqishëm në mediat dhe në publik, duke bërë që njerëzit të pyesin: a është Ben Travolta vërtet një Presley i fshehur? Ky lajm ka tërhequr vëmendjen e Hollywood dhe për momentin situata mbetet e tensionuar, duke hapur mundësi të reja për diskutime mbi familjarët, mbi familje, trashëgiminë dhe identitetin në një botë ku çdo detaj personal mund të bëhet një lajm i madh. Zbulimi po shqyrtohet me kujdes nga analistët e tabloidëve dhe fansat e këtyre figurave të njohura, duke reflektuar interesimin e vazhdueshëm për të kaluarën dhe skandale të famshme.